Në jetën tonë, shpesh ndjejmë se koha është humbur, sidomos kur përballemi me gabime ose mundësi që na janë ikur. Pendimi dhe pasiguritë mund të na bëjnë të mendojmë se disa momente janë të humbura dhe nuk kanë vlerë. Por, çfarë ndodh nëse gjithçka që kemi përjetuar për çdo vendim dhe gabim ka një kuptim të thellë që na ndihmon të rritemi dhe të zhvillohemi? Kjo video do të shqyrtoj filozofinë e Carl Jung dhe konceptin e sinkronizimit universior, duke na nxitur të shohim çdo moment si një mundësi për të mësuar dhe për të përparuar në rrugën e jetës. Koha që duket e humbur, një perspektivë e re mbi kohën dhe sinkronizimin. Shpesh ndjejmë se kemi humbur kohën duke bërë gabime apo duke lënë mundësi të na ikin nga duar. Ndjenjat e pendimit na përfshin dhe shpesh na pengojnë të shohim vlerën reale të përvojave që kemi kaluar. Por a është me të vërtetë e humbur kjo kohë? Apo çdo moment ka një domethënie të fshehur që na ndihmon të rritemi? Filozofia e Carl Jung, përvoja si arkiv i nëndjes. Sipas Carl Jung, asgjë që përjetojmë nuk humbet vërtet. Çdo përvojë arkivohet në mendjen tonë dhe ndikon në të ardhmen tonë, edhe pse nuk e kuptojmë menjëherë. Ai theksonte, çfarë mohojmë na kontrollon, çfarë pranojmë na transformon. Gabimet e së shkuarës nuk janë pengesa, por udhërrëfyes drejt njohjes së vetvetes. Duke pranuar përvojat tona, ne mund të çlirohemi nga frika e së shkuarës dhe të ecim përpara me më shumë qartësi. Sinkronizimi dhe shenjat e universit. A ke menduar ndonjëherë për dikë dhe pikërisht në atë moment ai ajo të telefonon? Apo ke hasur një mundësi ideale pikërisht kur të ka qenë më e nevojshme? Këto nuk janë rastësi të thjeshta, por pjesë e fenomenit të sinkronizimit, i cili ndodh kur energjitë dhe mendimet tona harmonizohen me rrjedhën e universit. Universi ka një mënyrë të veçantë për të na udhëhequr drejt rrugës që na përket. Kur besojmë në këtë rrjedhë dhe i kushtojmë vëmendje shenjave, ne mund të marrim vendime më të zgjuara dhe të shfrytëzojmë mundësitë që na vijnë. Si të njohësh momentin e duhur. E kaluara na përgatit për të ardhmen, edhe kur nuk e kuptojmë menjëherë. Gabimet dhe dështimet e dikushme janë gurët themelor për suksesin ton të ardhshëm. Çdo përvojë, qoftë mirë apo e keqe, përmban një mësim të vlefshëm që mund të na ndihmojë të bëhemi më të fortë dhe më të mençur. Duhet të kemi besim se çdo gjë vjen kur jemi gati dhe në momentin e duhur për ne. Në vend që të pendohemi për kohën e humbur, mund të pyesim veten, çfarë mësimi mora nga kjo përvojë dhe si mund ta përdor për të ardhmen? Shpeshherë, pengesat që kemi përjetuar janë mënyra e jetës për të na drejtuar drejt një rruge më të mirë. Në vend që të shohim vështirësitë si ndalesa, mund t'i shohim si kthesa të nevojshme në udhën tonë. Duke kultivuar durimin dhe besimin në rrjedhën e jetës, ne mund të përqafojmë më mirë momentet që na vijnë, duke u ndjerë më të qetë dhe më të përgatitur për sfidat që na presin. Pranimi i të shkuarës si një pjesë thelbësore e udhëtimit tonë është çelësi për të pasur sukses në të ardhmen. Në fund të fundit, gjithçka që kemi përjetuar ka pasur një qëllim dhe na ka ndihmuar të bëhemi versioni më i mirë i vetes. Koha nuk humbet kurrë. Ajo vetëm na përgatit për çfarë vjen më pas, duke na dhënë mjetet dhe përvojën për të përballuar sfidat dhe mundësitë e ardhshme me më shumë besim dhe qartësi. Në përfundim, koha që duket e humbur shpesh është më shumë një mundësi e paqartë për rritje dhe zhvillim. Duke kuptuar filozofinë e Jung dhe sinkronizimin që lidhet me shenjat e universit, ne mund të shohim çdo përvojë si një mundësi për të mësuar dhe për të ecur përpara. Gabimet, mundësitë e humbura dhe dështimet na ndihmojnë të jemi më të vetëdijshëm për vlerën e momentit dhe për mënyrën se si çdo përvojë është një hap në udhëtimin tonë. E kaluara na përgatit për të ardhmen dhe çdo moment është një mundësi për të rritur dhe për të ecur përpara me besim dhe durim. Koha nuk është asnjëherë e humbur, ajo është gjithmonë një mundësi për të përparuar dhe për të kuptuar më mirë veten dhe universin rreth nesh.